këtu, me makinë. Ka rreziku me kokë ai që ka hyrë. Po si ka hyrë ai me makinë tani? Po të çmendur o. Ai që më thjesht apo. Ku të shkëtutot me makinë? Po. Pa shiko më sa është tjerësia. Po ka dhënë 10% tjerësi këtu. Po, 10%. Për një kemte këtu, 10 milion lekë që kam shprehur unë, bej, edhe ngrihesh, iqesh një këto të besh. Kësa ti ka rënë në një këmbë këtu? Jo, kjo këmbë këtu. Ka ikur komplet, ha? Ajo që goza është varur atje, është bërë si... Dhe po tjetër edhe të kojtë e tjetra pas asaj, se e treqi njëra tjetër. A kuptoj? Kjo urë në 72-shin është bërë, ore, po ta shikosh. E 72-shit, ha? Është bërë në 72-shin dhe kanë sjell gurët nga një pruan dhe poshtë, gurë të gëvendur edhe janë skalitur me smillar. I bente një plak. Raqo Vasili i thoshin, po ai edhe punonin punëtorët orë, e kanë bërë me kraure, me thonje, se kjo ishte pedruri në kohën që të thash në lashti. Këtu se është vënë në njëherë dorë? Vetëm këtu ra njerë kjo është kau edhe e bëm njerë këtu neve. Pra, ka rënë njëherë kjo? Jo, nuk ka rënë kjo. Ja, shiko se arguri ka. Po... Të gëdhendur me pozicionin e urës. Kam punuar me artizanalore, nuk kam punuar si këta që edhin 5 lopata cimendo dhe... Shiko më qanë arkitekti ka qenë aji, shiko si ka bërqoshe. Të gëdhendura pas të fatë... Shof, shumë vapor të qaj dalë të oqeani. Jo një sumë. Shiko atje sa keq është. Shof. Përse për një barierë poshtë atje dhe nuk binde kjo, jo, po vetëm një bazamente bende me qimendo. Atje në hyrje dhe në dalje. Një mur mbrojtë, se të mos e gryen të